Dje në orën 18:35 në SPB Tetov, AM 20 vjeçar nga fshati Gradec ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga një person në fshatin Bogovin, po merren masa për zbardhjen e rastit. Sot pas mesnate në njësinë policore Gallat, FB 28 vjeçar nga fshati Llomnic ka raportuar se mbrëm rreth orës 20:30 në një rrugë lokale nga fshati Negotin për në fshatin Llomnic është sulmuar fizikisht nga BI dhe FI nga po i njëjti fshat. Të dyshuarit kanë përdorur sende të forta dhe metalike, po merren masa për zbardhjen e rastit. Sot në orën 1:40 në stacionin policor Gostivar është raportuar se në një rrugë lokale në fshatin Banjise e Epërme nga rajoni i Gostivarit, një monoped i drejtuar nga një imitur nga po i njëjti fshat ka dalë nga rruga. Imituri ka pësuar lëndime të rënda trupore në aksident, ndërsa pasageri DM 23 vjeçar, po ashtu nga Banjica e Epërme, gjithashtu është lënduar. Rasti u konfirmua edhe nga Spitali i Përgjithshëm i Gostivarit, ndërsa një ekip nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar kreu inspektim në vend ngjarje. Dje është kryer kontrolli intensifikuar trafiku në zonën e Departamentit të Punëve të Brendshme të Tetovës. Gjatë kontrollit u zbuluan dhe sankcionuan gjithsej 25 shofer. Tetov 18 dhe Gostivar 7 për parkim të gabuar, nga të cilat 19, Tetov 12 dhe Gostivar 6 u tërhoqën me automjetin special Merimang. Gjithashtu janë evidentuar dhe 34 lloje tjera të shkeljeve të trafikut, Tetov 21 dhe Gostivar 13.